Ndonjëherë duhet të përgjigjem ndonjë pyetje jo fort të lehtë. Për shembull, pse duhet ketë interes BE-ja që ta ketë Shqipërinë në tryezën e saj të rrumbullakët? Unë besoj që përgjigjja është më e lehtë se sa vetë pyetja. Shqipëria sjell në tryezë shpirtin e madh të dikurshëm të Europës dhe i shton asaj, kurorës së saj, edhe një gur tjetër të vogël të çmuar. Jo vetëm pas një kosto domethënëse, por me përfitimin e një shembulli që do t'i shërbejë BE-s si në periudhën afat shkurtër ashtu dhe në atë afat gjatë. Shqipëria është gati, jemi tërësisht të përkushtuar, e kemi treguar këtë gjë, kemi treguar rezultate me reformat, nuk do të ndalemi për asnjë çast. Ne po investojmë tek e ardhmja jonë me mendsinë e një vendi që tashmë ndihet i përgjegjshëm ndaj Bashkimit Evropian ditë më ditë, ndjen përgjegjësinë ndaj Bashkimit Evropian dhe nuk i kërkojmë asgjë tjetër përveç se mundësisë për të shërbyer Europës që Europa të shërbejë paqes